Është zhvilluar takimi përmbyllës i Komitetit Pilotues për rihapjen e Liceut Franko-Shqiptar të Shkencave dhe Inovacionit në Korçë. Në këtë takim kanë qenë të pranishëm Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro dhe ambasadorja e Francës Catherine Suard. Ky është një nga projektet e rëndësishme edhe për qeverinë shqiptare që vjen si frut i bashkëpunimit mes Francës dhe Shqipërisë. Përhapjen e Liceut francez në Korçë është dashur një vit studim, ndërsa tashmë janë përgatitur edhe programet e përbashkëta franko-shqiptare. Ministri i Arsimit ka miratuar gati 90% të kurrikulës, ndërsa nxënësit në përfundim të këtij liceu do të marrin një diplomë që do të jetë edhe matura shtetërore dhe bakalorati francez, një diplomë që do të jetë ndërkombëtarisht e njohur. Liceu francez i Korçës ishte një ndër institucionet arsimore më të rëndësishme në Shqipëri gjatë fillimit të shekullit të 20. Ai ndikoi fuqishëm në formimin e një brezi intelektualësh shqiptar që më pas do të kishin rol kyç në zhvillimin e jetës kulturore dhe politike të vendit. Liceu francez i Korçës ishte një ndër institucionet arsimore më të rëndësishme të Shqipërisë gjatë fillimit të shekullit të 20. Ai ndikoi fuqimisht në formimin e një brezi intelektualësh shqiptar që më pas do të kishin rol kyç në zhvillimin e jetës kulturore e politike të Shqipërisë.